Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump zhvilloi një vizitë në Kinë ku u takua me presidentin e Kinës. Për të folur mbi këtë vizitë dhe mbi çfarë le të themi solli kjo vizitë mes dy fuqive botërore, le të themi, dhe me ndonjë të re që mund të sjellë lidhur me luftën që po zhvillohet në Iran, kam të ftuar në një lidhje direkte Olsi Azelci, historian. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, si e pat këtë vizitë të Trumpit në Kinë dhe çfarë të bëri më shumë përshtypje në këtë vizitë? Kjo vizitë e Trumpit i ngjan pak a shumë vizitës presidentit Richard Nixon në Kinë, në kohën e asaj që do të njihet si the ping pong diplomacy, apo diplomacia e ping pongut, ku në vitin 1972 amerikanët që ishin të dëshpëruar nga që ata po humnin luftën në Vietnam, ishin humbur luftën në Kore, dhe komunizmi po fitonte në të gjithë globin, me iniciativën e sekretarit të shtetit Richard Nixon, amerikanët nisën atë që do njihet si politika e ping-pongut, ku fillimisht filluan të luanin ping-pong me kinezët dhe pastaj nga ping-pongu filluan dhe hynë në bisedime për ndërtimin e një rendi të ri. Nixoni do shkoj në vitin 1972 në Kinë, që do të takohet me Mao Zedunin, dhe për këtë vizitë atëherë ai do denoncohet nga Enver Hoxha. Enver Hoxha do t'i akuzoj kinezët për social imperializëm, pra që kishin braktisur vijën e marksizëm-leninizmit dhe tani po bënin lojra me amerikanët. Por në anën tjetër amerikanët kishin nevojë për atë që do të njihet si detent me komunizmin, dhe që do bëhet me vizitën e Nixonit, ku Nixoni pak a shumë do bëj pazar me Mao Zedunin, ku ata do t'i ofrojnë Kinës hapje të marrëdhënieve ekonomike, njohjen e Kinës dhe lënien pasdore të Tajvanit, futjen e Kinës në OKB, ku Kina në ato kohë do të futet në OKB me urdhër të, domethënë me sponsorizim. Me sponsorizim të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, dhe gjitha këto që do ndodhin në ato kohë ishin pjesë e asaj që do të njihet si një farë detent që do bëj SBA-ja me Kinën. Fillimisht SBA-ja ishte në luftë me Kinën, e kishte shtet armik, por kur e pa që nuk ishte çfarë t'i bënte, më pas u bë mik me Kinën. Dhe në këtë moment vizita e Donald Trumpit në Kinë është një déjà vu e dëshpërimin që amerikanët kishin kohën e Nixonit. Do të kujtojmë që në vitin 1971 amerikanët do të hiqen nga marrëveshja e Bretton Woodsit, që e cila parashikonte që dollari amerikan mbështetej mbi floririn, pasi francezët me presidentin de Gaulle do të tërheqin në mas rezervat e tyre të floririt nga bankat amerikane, dhe dollari amerikan do të hyjë në krizë. Dhe edhe në këto momente kemi pak a shumë një déjà vu të asaj kohe, nga që me atë që Irani i ka bërë shëbaz, që nga muaji mars, që ka mbyllur kanalin e Hormuzit, po i shkakton Amerikës atë që De Gaulle i shkaktoi Amerikës në vitet 60 dhe 70, kur tërhoqi floririn dhe dollari amerikan falimentoi. Dhe edhe në këto momente Irani, duke bllokuar naftën arabe, po kërcënon dominancën e dollarit në botë. Dhe unë besoj që për këto arsye Trumpi shkoi në Kinë. Vizita e Trumpit në Kinë ishte vizitë e dëshpëruar. Trumpi shpresonte që të merrte nga Xi Jinping, nga kinezët, mbështetje
për punën e Iranit, por kinezët i thanë që nuk do të mbështesim. Biles kinezët i thanë që krizën e Iranit e shkaktove vetë, duke sulmuar Iranin së bashku me Izraelin. Dhe koncesionet e vetme që kinezët i dhanë Trumpit është që do hapin disa sektor të ekonomisë të tyre për investitorët amerikanë, do të blejnë rreth 150 avion Boeing dhe do të lejojnë amerikanët që të shesin fasulen soja, katunaria amerikane, ta shesin nëpër tregjet e Kinës, të cilën Kina e ka bllokuar që kur Trumpi nisi atë luftën e tarifave. Në këto momente SBA-ja duket shumë e dobësuar, nga që ata nuk ishin parapritur që Irani mund t'i shkaktonte një shahmat kaq të paparë, domethënë, me mbylljen e Hormuzit dhe me ndalimin e naftës arabe. Këto monarkitë arabe të gjirit po shkojnë gjitha drejt falimentimit. Gazeta amerikane The Financial Times njoftonte përpara 2-3 ditësh që sauditët janë aq të dëshpëruar sa që i kanë ofruar Iranit që të nënshkruajnë një marrëveshje mbrojtëse dypalëshe me kush që Irani t'i lejë të shesin naftë. Emiratet Arabe po falimentojnë, Kuvaiti po falimenton. Përpara 2 ditësh Iraku kërkoi nga FMN-ja një ndihmë borxh urgjent për të financuar ekonominë, nga që irakianët nuk po shesin më naftë. Pra, të gjitha këto protektoratet e gjirit persik, që përpara 28 shkurtit ishin koloni të Amerikës, në këto momente që ne flasim janë në një krizë ekzistenciale. Ato po kërkojnë borxhe nga amerikanët, dhe por problemi tjetër për amerikanët është që sistemi i tyre bankar, i cili ishte mësuar duke bërë pall para shumë me lekun e naftës arabe, në këto momente është në një krizë të paparë, nga që nuk po shitet më naftë në gjirin e persik, naftë e cila shërbente pak a shumë si grasoja e cila bante në këmbë kapitalizmin amerikan. Përse ka pasur bisedime mes SBA-s dhe Iranit gjatë kësaj kohe, se kemi një pauzë, u bën disa javë që nuk ka luftime, por nuk dihet nëse ka përfundim lufta apo lufta do vazhdoj përsëri. Tani në këto momente ne jemi një gjendje lufta të ftohtë ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Në datën 5 maj, Trumpi që humbi durimin njoftoi lëshimin e operacionit projekti Liris, ku Trumpi do të çante me luftanie ngushticën e Hormuzit për të mundësuar transportimin e naftës, por iranianët ju kundërpërgjigjen në datën 7 maj, duke goditur 3 luftania amerikane, njëra prej të cilave u dëmtua shumë rënd, po amerikanët nuk tregojnë se çka ka ndodhur, por nga filmimet që kanë nxjerrë mediat amerikane, ajo u vun flak nga raketat dhe dronët iranian. Amerikanët u përgjigjen duke bombarduar portin e Bandar Abbasit, ishullin e Keshmit, dhe iranianët u kundërpërgjigjen duke goditur bazat amerikane dhe duke goditur në veçanti Emiratet e Bashkuara Arabe. Tani, kur amerikanët nisën këtë projektin e Liris, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuvaiti, të cilët janë tmerruar nga sulmet iraniane, i refuzuan amerikanëve hapësirën e tyre, dhe amerikanët përdorën vetëm Emiratet Arabe. Por domethënë gjendja duket shumë e dëshpëruar. Në datën 8 patëm disa sulme tit për tat, ku Irani rrëm një cisternë emiratase në gjirin e Omanit. Herët amerikanët bombarduan një cisternë iraniane,
Dhe më pas në datë 13, nëse nuk kam gabim, iranianët apo më saktë Garda Revolucionare Iraniane deklaroi që në rast se sulmohet edhe një cistern e vetme iraniane, Garda Revolucionare do të sulmojë gjitha vendet e gjirit dhe bazat amerikane, biles edhe luftanijet amerikane. Dhe çka ka ndodhur domethënë, duke filluar që nga data 10 nuk po kam shkëmbim zjarri ndërmjet iranianëve dhe amerikanëve. Kjo vjen edhe si pasojë e presionit të vendeve arabe, të cilat nuk e duan këtë luftë dhe nuk e përballen dot, nuk përballohen dot me raketat dhe me dronët iranian. Dhe ku kanë ngelur bisedimet të premten e kaluar, amerikanët po prisnin nga iranianët që t'i kthenin përgjigje për pikat e tyre për armpushim, ku amerikanët kërkojnë nga Irani pezullimin e programit nuklear, hapjen e kanalit Hormuzit dhe sigurim për Izraelin dhe vendet arabe, ndërsa Irani u kundërpërgjigj, duke thënë që ne nuk do të diskutojmë fare program nuklear, por pika e parë që juve duhet bëni nëse doni që të keni marrëveshje armpushimi me neve, është një, duhet të ndaloni masakrat izraelite në Liban dhe në Palestinë. 2, të njihni të drejtën e Iranit për të kontrolluar ngushticën e Hormuzit. 3, të na jepni parat që na keni bllokuar nëpër bangat e botës. 4, të hiqni gjithë sanksionet që keni vënë kundër nesh. Në rast se juve nuk na i hiqni këto sanksione, ne atëherë do të vazhdojmë që do mbajmë nën sanksione vendet e gjirit. Por si mendon që palët po marrin kohë që të rimarrin forcat për të nisur një herë luftimet, apo besoni që s'do ketë luftë? Tani, si amerikanët, si iranianët janë duke u bërë gati për luftë, por me sa shihet dhe me sa kuptohet, presidenti Trump nuk do më luftë. Ajo që pranoi ministri i luftës Pete Hegseth në Senatin Amerikan është që amerikanët në këtë luftë 40 ditore që bën me Iranin kanë shpenzuar të paktën $30 miliard. Pra, për Trumpin lufta me Iranin është tmerrsisht e shtrenjtë dhe je kupton që po bën një vrim në ujë, nga që nuk po shikon ndonjë mundësi për ta mundur Iranin me luftë konvencionale. Në anën tjetër, iranianët janë përgatitur, edhe sikur edhe njoftonte New York Times, nëse nuk jam gabim, iranianët kanë rindërtuar apo hapur pothuajse 90% të qyteteve të tyre nëntoksore, ku ata mbajnë raketat edhe dronat. Iranianët kanë rimobilizuar sërish industrinë e tyre ushtarake, që janë duke prodhuar raketa dhe drona në mas, dhe që të dy palët po përgatiten për luftë, por me sa kuptohet është që as Trumpi, as iranianët nuk duan luftë hë për hë. I vetmi person që kërkon luftë është Benjamin Netanyahu, i cili e nxit administratën amerikane dhe Trumpin që të vazhdoj luftën, por tani me sa duket Trumpi është penduar për atë që ka bërë dhe hë për hë duket që nuk do ketë më luftë, por do ketë vetëm luftë nervash. Po si çfarë solli kjo luftë mes SBA-s dhe Iranit në botë? Kjo luftë ndërmjet SBA-s dhe Iranit e para që nga koha e perandorisë osmane, në botë u rishfaq një fuqi islamike e cila mund t'i rezistojë imperializmit dhe kolonializmit perëndimor. E dyta është që Irani në këto momente është kthyer në heroin e globit, ashtu sikur u kthye Egjipti në kohën e presidentit Gamal Abdel Nasser në 1956, kur egjiptianët i morën britanisët e Francës, kanalin e hume e Suezit, e nacionalizuan dhe parat e Suezit i merr Egjipti, nuk i marrin më britanikët. Dhe Irani me
me nacionalizimin e Hormuzit pak a shumë, është kthyer në një hero të botës anti-imperialiste. E treta gjë është që është hera e parë që prej rënies së Bashkimit Sovjetik që amerikanët po thyhen nga një fuqi me të cilën ata po shkojnë në luftë. Dhe sikur tregonte, nëse jam gabim, New York Timesi apo disa media të tjera perëndimore, në këto momente Irani është kthyer në fuqinë e katërt më të fuqishme të botës. Domethënë kemi SBA-n, Rusinë, Kinën, është edhe Irani. Dhe për më tepër, Irani po I tregon si monarkive kukulla arabe të Xhirit Persik, të cilat që prej luftës dytë botërore janë bërë me Amerikën dhe më pas edhe me Izraelin kundër palestinezëve, arabëve dhe islamit, që tani në botë është një fuqi tjetër në lindjen e mesme dhe ky është Irani. Dhe po shohim me përjashtimin e Emirateve të Bashkuara Arabe apo të Shqipërisë së Diramës, pothuajse të gjitha vendet e tjera arabe po duan që të afrohen me Iranin, të kenë marrëveshje me Iranin, nga që e kuptojnë fuqinë e Iranit. Besoni që po themi mos afrimi I shteteve arabe me Iran në këtë luftë, Irani do ketë një lloj qasje tjetër pas kësaj lufte ndaj tyre? Po, Irani ka dëruar që nga viti 1979, kur u bë revolucioni islamik, që të abuzohet, të vendoset nën sanksione, të sulmohet, të ketë grupe terroriste sponsorizohen kundër tij etj. Dhe me këtë luftën e Ramazanit apo luftën 40 ditore kur Izraeli dhe amerikanët vran liderin e tyre suprem, këtë tutje iranianët nuk do sillen më si pula, sikur kanë sjellur më herët, por do të sillen ashtu sikur kuptojnë amerikanët, izraelitët dhe arabët me forcë. Dhe me sa kuptoj unë dhe ajo që duket nga sjellja e ushtrisë iraniane, e qeverisë iraniane, Irani nuk do t'i trajtoj më vendet arabe sikur I trajtonte më herët, që I toleronte, që toleronte ndërtimin e bazave amerikane dhe izraelite në territorin e tyre, që toleronte persekutimin e palestinezëve dhe luftëtarëve të tjerë që luftojnë për shtirimin e Palestinës. Duhet që tani më kemi një Iran të ri, I cili udhëhiqet nga një lider I ri, nga një udhëheqës I ri, që është Moshtaba Khamenei, I cili është gjak I ri, është produkti I gardës revolucionare, është një person të cilit I kanë vrarë babën, I kanë vrarë nënën, I kanë vrarë vajzën, I kanë vrarë gruan, dhe është një person që kërkon luftë dhe hakmarrje. Dhe unë mendoj që ne po shohim shfaqjen e një Irani të ri, Irani ambicioz dhe një Iran që nuk do lejoj që të nëpërkëmbet më sikur u ka nëpërkëmbur në të kaluarën. Sa mendoni se do ja dalë Irani me këtë qasje të re dhe ku do kërkojë mbështetje? Irani nuk ka nevojë për mbështetje. Në që Irani është shtet perandori. Ne të gjithë e dimë që Iranin nuk e mbështet asnjë fuqi. Irani ka simpatin dhe bën tregti me Kinën, me Rusinë, me Korenë e Veriut, me vendet e Azisë etj. Por Irani do mbështetet në forcat e veta. Domethënë Irani ka që në vitin 1979, kur u bë revolucioni islamik, më pas amerikanët ditën Saddam Husseinin që nisi luftën Iran-Irak për 8 vite, ata që atëherë u kanë refuzuar si nga Bashkimi Sovjetik, si nga perëndimi që të mbështeteshin. Përveç asaj të famshmes Iran Contra Affair, por në përgjithësi iranianët janë mësuar që të luftojnë me forcat e tyre. Dhe në këto 47 vite Republikë Islamike, iranianët kanë bërë mrekulli ushtarake, kanë ndërtuar një nga ushtritë më të avancuara të globit, janë fuqia numër 1 me raketa ballistike sot në botë, ndoshta edhe me dron,
Dhe sikur e pam kur nisi lufta në Ukrainë dhe Rusia nuk po e përballonte dot luftën me dron, do të ishin iranianët, ata që do ndihmonin një nga superfuqitë nukleare të botës, që është Rusia. Olsi, a besoni që pas kësaj lufte dhe ku Irani tashmë duket se nuk është mpostur, edhe Izraeli do e ketë më të vështirë që t'i shpall luftë të Turqisë, apo mendoni që një luftë Turqi-Izrael do e zarohet se s'bën? Nuk besoj që do kemi një luftë Turqi-Izrael, nga që planet e Netanyahut për të rrëzuar regjimin në Iran, për të instaluar një regjim Quisling dështuan, Irani jo vetëm që triumfoi kundër Izraelit në luftën 40 ditore, por ka triumfuar mbi padronin e Izraelit, që është SBA-ja, dhe për sa kohë që amerikanët nuk arrin në ndonjë marrëveshje me Iranin, ose nuk e shkatrojnë Iranin me bombë nukleare, ose nuk ndryshojnë regjimin e Iran, unë besoj që Izraeli do ketë probleme shumë të mëdha, nga që Irani është aty, Irani nuk fshihet dot nga harta, dhe unë besoj që Irani në këto momente është edhe më këmbëngulës dhe i vendosur se sa më herët për të luftuar Izraelin dhe gjenocidin e tij në Palestinë, Liban, Siri dhe gjithë lindjen e mesme. Olsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Gjithë mirë.